Barazia paraligjit është trynore. Ja, nuk është barabart. Jo në kuptimin e ajo deputet ti ajo mret. Edhe ai Pakica o deputet. O zotri Matoshi. Barabart sa dora atine nuk e lënë më po qeveria s'më krye. Po qëlloj barabart. Flitet këtu over publik. Për legitimitet politik popullor. Është i barabart. Unë e pranoj që është i barabart. Unë po që nuk është i barabart. Në një vend ku Pakicat kanë domon. More nuk jemi na kundër Pakicave. Ta puna lojalitet kanë pas dhe parësisë në përgjithësi, domon rregull është kjo pjesë. Unë po plas për diçka tjetër. Po më lëm lejove çfarë. Kuptoj artikulimin tim si e pata. Secili 700 voçi. Nuk mund të ndal një kryeminist. Për besh nuk është argument. Argumenti shumë i fuqishëm. Shiko, na që menojmë Halili, Orbi, ai tjetri, okay. Që menojmë psikën tonë, po në kuptimin juridiko, politik dhe kushtetues asnjë dallim nuk është. Jeni krejtësisht barabartë. Secili deputet që jep certifikimin është i barabartë me ty, si me ata si që ka pasur në votë. Absolutisht para zotit dhe para ligjit. Kush po e thot ju? Lema ta sharoj unë mundoha me artikulu. Ka shkaktu problem këtu. Është vërtet që Blanco ka pas përkraje çdo herë 10 poshtë çdo herë. Sakt. Por është hera parë që një kryeminist e thirr Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe thot Serbia po ndryn edhe të deputet të tjerë. Më që po them kështu. Po ndryn të deputet të tjerë. Jo so harru, mos harro. Kjo është linçim direkt për deputetë të tjerë që po bashkëpunojnë me Radëçishin. Dhe njëjtit natyrisht që kanë shqetësim. Po pse është linçim, nëse kanë bashkëpunuar? Po linçim, kush ka bashkëpunuar do ta bëni me Radëçishin shemb. Po nuk e di, për shembull, kush ka qenë në komision për AKI-n këtu? Arbi. Kushtrim. Domethënë di diçka pak më shumë. Por pos këto e quhen mosvullnet. Domethënë mosvullnet me zgjidh një problem, pra qëllimshëm taktizim, atërim një pozicion Ishim kontrovers. Njëherë the po bën taktizim Albini. Tash po thoni që një deputet e ka marrë Amushi, tjetrën e kanë tut ka pas frikë nga serbët. Kush po taktizon për këto? Po taktizim në rast se Kurti nuk e ka mundësinë me pas veç pak. Nëse ka mundësi. Jo, po të kuptoj nëse Këshilli i Sigurisë Kombëtare me fol për deputet. Po e ku e dhe fidan që s'ka ndoshta argumente ata nëse ka në del. Po prandaj po ju pyesim se ju jeni deputet, ju keni qenë komision. Po ndoshta nuk ka. Se thon kush është deputeti që bashkëpunon me terroristë, çuçi dini, që kanë 8-9 për servicë listë serbe. Kush janë tjerë? Po mirë dhe kryeministri duhet me dal me fol. Unë këto e quaj taktizim për me largu pikërisht nga pozicioni politik mundsinë që më bëj qeveri me 60.000 vota. Kjo e determinon. Fidan. Kthena në pikën 0. Fidan e tha Orbri në fillim. Ose një koalicion të madh. Ju s'e kuptoni sepse keni të pa qartë çka po them.